Nëse ndjeni të ftohtë më shumë se të tjerët, kjo është arsyeja. Shumica e njerëzve duan dimrin më shumë se verën sepse u pëlqen më shumë i ftohti sesa nxehtësia, por disa njerëz mund të mos jenë të kënaqur me temperaturat e ulta të dimrit. Kjo është për shkak se mënyra se si ne i përgjigjemi të ftohtit ndryshon nga personi në person dhe disa njerëz mund të ndjejnë të ftohtë më shumë se sa të tjerët në të njëjtin mjedis. Në këtë video do të rendisim arsyet shkencore se përse disa njerëz e ndjejnë të ftohtin më shumë se sa të tjerët. Një arsye është mosha. Nëse plakeni, rritet ndjeshmëria ndaj të ftohtit dhe kjo mund të bëjë që të jeni më të dobët dhe vulnerabël ndaj temperaturave të ulta. Gjithashtu edhe gjinia, nëse jeni femër, do të keni më shumë ftohtë për shkak edhe sepse trupi juaj përmban më pak masë muskulare, gjithashtu edhe gjëndra yndyrore. Gjithashtu, yndyrnat e trupit, faktorët gjenetik, imuniteti, ekspozimi i rrallë ndaj të ftohtit dhe çështjet mjedisore mund të jenë faktorët e tjerë që nxisin arsyet pse ju keni më shumë ftohtë.